محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, vetëm Allahun e madhruar e falenderojmë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të respektuar, Allahu i madhruar e ka begatuar këtë umetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam, duke i përzgjedhur prej umeteve të tjera me qenë umeti i fundit, umeti i cili e ka në dorë atë ofertën më të mirë të mundshme, umeti i cili ka mundësinë me fitue xhenetin duke punuar pak, sepse jeta është e shkurtër, ndërsa mundësia për me punue punë të mëdha është shumë e madhe. Dhe pa dyshim se çdo njeri mundohet me i dhënë dikujt ndonjë dhuratë, me gëzu her pas here dikon me dhurata. Edhe kjo është prej traditës, prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me shkëmbyë dhuratës, edhe vetë Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë të hadau, të habu, çka jepni dhurata, shkëmbeni dhurata, do të duheni ndërmjet veti. Dhe dhurata më e mirë që rrallë herë po na bjen ndërmend, apo edhe po e neglizhojmë, apo dikush edhe po e harron, dhurata më e çmuar vllazën që nuk kthehet me një dhuratë të ngjajshme, nuk kthehet me pak, po që ka çka shpërblimin në fund e ka xhenetin, dhurata që barabar me xhenet është me ia ofertu, me ia dhon dikujt islamin, e ti me u bë shkaktar, ai me u bë musliman, edhe çka ai me njoft krijuesin Allahun e madhruar edhe me vdek me besim në Zotin, sepse po e shihnin kohën kur ne po jetojmë se si po vdesin njerëzit. Ka shumë njerëz të në mesin e popullit tonë që po vdesin pa la ilaha illallah, pa iman, pa besim në Zotin. Nuk janë ata krejt që nuk kanë qenë të interesuar, mirë po kanë qenë për atyne që neglizhojnë çështjen e fesë, edhe ne nuk i kemi ftuar, kemi neglizhuar thirrjen e tyre. Prandaj Allahu Taala thot, wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Let jet në mesin tuaj, let jet dikush prej mesit tuaj që thret në mirësi, në mirësi me thirr do thot me i thirr njerëzit në besim, në
monoteizëm, në besim në Zotin një. Le tjetë dikush për jush që i thët njerëzit në besim, urdhon në të mirë, ndalon nga e keqja, dhe këta janë ata të shpëtuarit, thot Allahu i madhruar. Pra vllazër të nderuar, nëse doni me rregullu vetën, nëse doni me rregullu ardhmërinë tuaj, nëse doni me pa sigurt ahiretin tuaj, atëherë oferton një islamin njerëzve. Paraqit një këtë ofertë. Kjo nuk ka diçka që njerëzit mund me gjetë vërejtën ta. Sepse Islami është projekt hyjnor, Islami është projekt i krijuesit. Nuk ka të mundësi me fut diçka apo me nxjerr diçka. Ofertoja njerëzve Islamin. Po apo e pranojnë, po a shumë shqetësuese, nuk është shumë shqetësuese sepse se pranojnë njerëzit. Se na që i kemi mbi 50 vjet, krejt e dim para 35 viteve, 40 viteve që kemi thonë, do në me met Islamin në dorë të plezhve dhe të plakave. Dë vetmit që ka dhonë shpresën, këtë popullën, këtë vend kanë qenë hoxhallarë. Ata s'janë nalë. I mershin zonësa në xhami para dite, mas diteve ke pushteti me policia u hekshin prej xhamis, ne jesit papi këthejshin. E i dënëjshin me do gjoba, ku e diju në kasa me ata dinartat. Hershëm, po e kanë mojë mësim besimin, edhe pse e kanë pas presionin prej shtetit. Edhe thëshin, kur këtë din nuk tretet, kur këtë din nuk umbë, edhe ka me mbet, deri sa të ka njerëz. Haj lemo që u këthy njerëzit, po ta shë i madhi vogël, elhamdulillah. Po prapra nuk do të më gëzu me këtë numër që kemi, se ata që s'janë në për xhamia janë shumë ma shumë se sa ne që jemi në për xhamia. Andaj, apo e dënë dikon, po, sa po jep një dhurat, një çokoladë, apo jep një kravat, apo jep një këmish, apo jep një kujt një qka, po jep një qka, një dreka, një dark, epja Islamin. Vallai kë popull, manën men. Unë e kom përgjithësi, me kolegët e mi mas shumëti, po dhe ju keni përgjithësi. Kë popull e dën Islamin. Sa po luftohet, sa është luftuar në komunizëm, sa në fazën e tranzicionit, sa tash në demokraci, prej njerëzve të shpifur, prej njerëzve ignorant, prej njerëzve të prishur, prej njerëzve që s'dojnë me pa marrë dhe mirë. Edhe nuk mu i pa u shqetësu, kur isha rrenat, edhe shpifsi të dalë në për media të thonë, na po ndihemi të kërsnuar, po kush dreq që po të kërsnan mërë ty mërë, po kush dreq që je ti që me të kërsnu dikush, po ti si je faktor, as si je kërkush i që i këto mërë. Ku ke pa mërë musliman që të kërsnan? Nëse ka në rast që muslimani për kërsnan një musliman të kalzën e vllaut, të nalëm atë njëri, se i së është për radhëve tona. Andaj shka duhet? Me ofertua Islamin të tjerve, me adhonë se popli e dën Islamin, veç duhet me pas thirrës ma shumë që i thrasin njerëzit. Që i thrasin njerëzit, ku në mirësi në rrugën e Zotit, sepse na jemi ma të mirë si umet, në qofë se na thrasum në rrugën e Allahut, se Allah vetë po thëtë, kuntum khajra ummetin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ju jeni populli më i mirë që ju ka qitë Zotin në faqen e tokës. Për çfarë arsye? Jeni më të mirë sepse ju urdhëni në të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni bindshëm Allahun. Andaj të nderuar vëllezër, nuk do të më na shqetësue këto sulmet e ulta, këto shpifjet e këto gënjeshtat që po i sajojnë natën edhe ditën. Përkundrazi, do të më na bë më punëtor, do të më na bë më unik, më të bashkuar. Se nuk ka dikush këtu që e thret dikon në Islam edhe i njerohet çush është i njeruar pejgamberi alayhis salatu wassalam, çush janë i njeruar shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Tu njëri me një ndajnë është një njëri e këthen në Islam. Me një ndajnë është të dikujt jam sa namazin, apo agjerimin, apo haqen, apo zekatin, apo Koranin, apo tjetër. E dini vllazën, kur e shikon jetën e pejgamberve, edhe e shef, me qindra vite i kanë thirr popullin në fenë e Zotit, në besimin la ilaha illallah,
E dini sa ju kanë përgjigj? Shumë pak. Sa që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yati nabiyun wa ma'ahu rahtun. Vjeni pejgamber para Zotit, ditën e gjykimit e ka një grup. Rahtun është prej 3 deri në 9, 10 nuk bëhen, çaçi ka. 4, 5 vet, 6, 7 vet. E ka thonë, vjen një pejgamber, o me ahure gjulan, e i ka veç 2 burra mrapa. Dhe vjen një pejgamber para Zotit që me 100 vite ka thirrë në Islam, në la ilaha illallah, e një njëri e ka me veti. Wa yati nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad. E vjen një pejgamber e nuk e ka me veti asnjë pasues. Para me nuk pejgamberi Zotit ka thirrë me 100 vite në Islam, apo me 10 vite, asë një njeri nuk i ka besue. Po ku ka në mesin tonë ti me 10 vite me thirrë rrugën e Zotit, e mos me të besu kërkush, e mos me të pasu kërkush. Skakje, të na nuk është. E pse kështu se Zotit për na dënë. Na po mundohemi me vllazën për me rregullu jetën, për veti, për familjen, po bojna shtëpia, disa, jo vetëm me shtëpia, po banesa, penthausa, villa, pushimore, vikendica, se s'pjavdi këtë emna që i kanë, këtë po i bojnë, po këtë këto vllazën s'kan kur far vlerë, në krahasim që ka vlerë një njëri me arë mrapa, një njëri me u kthy në rrugën e Zotit e ti e bo sebe. Për ata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aliut radhiyallahu anhu i tha: "Fa wallahi lian yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri ni'am." Tha, sikur Allahu te udhëzon dikon përmes teje, është më mirë për ty se sa krejt pasunia e botës. Është më mirë për ty se sa pasunia e botës, se humru ni'am janë përmend ato devet e kuqe që kanë pasunia më e madhe në atë kohë. Po me përkthy kështu në gjuhën më popullore i bën më e mirë se këtë pasunia e botës. Një njëri veç, vallahi ke mundësi në familje, ke mundësi në farefis, ke mundësi me fëqinjit, me kolegët, me takimet me njerëzit që i ki e kështu me radhë. Andaj vllazën mos e neglizhoni, se na po mduket jemi shkaktar që një pjesë ende nuk janë në mesin tonë, na jemi shkaktar, po bomi sebeb të e neglizhu thirrjen e njerëzve, po na vdesin njerëzit nga mesi jonë pa namaz, e po vdesin pa xherim, e po vdesin pa haxh, e po vdesin pa zakat, e pa Kur'an, e pa ditë halalën e haramin. Se nuk i bojnë këto të këqija pse po i din, po i bojnë të këqijat për shkak që nuk po i din. Andaj e lutja Allahun te bareke ve taala të na bën neve dhe juve prej atyre që thrasin rrugën e Allahut. Mas pari fillojnë prej vetës. Mas pari i thrasën dhe u tërhiqun vrejtjen kujt, familjarëve, ma të dashurve tonë. Se Allahu i tha pejgamberit alayhi salatu wassalam, sa ju mërzit ke pse njerëzit me pranojnë Islamin. Edhe i tha, thirrë familjen tënde. Fa anzir ashirataka al-aqrabin, thirrë akraballahun tan, familjen, farevizin tan një herë. Pastaj vazhdo matutje. Pastaj vazhdo prej kujt? Prej familjes vazhdo matutje. Amo edhe vet vllazën, edhe vet do të më qenë ato që thrasin. Se Allahu Teala thot: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." Urdhë familjen tënde me namaz. Amo edhe vet çndron ato. Edhe vet me i prik kësaj pune apo këtij procesi. Edhe los Allahun e madhruar që të na bën neve thirrës, se nuk kemi kohë me përshku sa ka begati, bereqet, sa ka vlerë thirrja në rrugën e Allahut, a nuk mjafton veç një me thonë që thirrja në rrugën e Allahut është misioni i krejt pejgamberëve, puna e krejt pejgamberëve. Paramendo, disa veshe me do rroba pse po i vesh filani, e po i vesh ai tjetri alani, e ku ta dione, pse e ka një numër që ato apo e ka një shkronja, 2-3 shkronja, e ti se s'pe vesh petkun e Davet Xhiut thirrësit, ato që e ka pas veshën pejgamberi ynë, e krejt pejgamber para ti, njëri pas tjetri. Kur pasani dikon që ja vlen, që kalon gjurmë, jo disa që treten edhe harrohen.
A nuk mjafton tjetra që fjalët më të mira, çythet njeri vjen ato që thrasin dikon rrugën e Zotit. Allahu i madhruar thot: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin." A ka më mirë që flet ndokush se sa ai i cili thret në rrugën e Allahut? A ka fjalë më të mira se sa ai që thret në rrugën e Allahut? Allahu po thot. Pastaj çka? Pas i thirr njerëzit, bën punë të mira, wa amila salihan. Edhe pastaj çka? Dhe thot, unë jam prej muslimanëve. Unë jam prej muslimanëve. Hiç nuk jem shef identitetin. Absolutisht. Krenar se kur ju që jeni krenar, në këtë ftaftë verës, në borën, shijen e për shtëpitë e Allahut dhe hiç ndjeni keq, po ndiheni mirë për kontrazi. Allahu ju shpërblef për punën që po e bëni, për thirrjen që po e bëni. Gjithë, në veçanti disa që janë më aktiv, disa që janë në këtë mejdan, janë për me i marrë lakmi, mashallah, Allah i rujt, i shtoft të tillët, se veç na vetën si institucion, edhe si hoxhallar, nuk mundemi veç vetëm këtë proces të madh, këtë zbashku, aq sa të mundemi, aq sa dimi. Pra kem obligim këtë kohë, kur thirrësit për punë të këqija janë për hap, hapësira ju ka dhonë të naon, të këqijave dhe keqbërësve, po promovohet e keqja, edhe çdo dukuri negative po përhapet, fatkeqësisht edhe po gjen vend, këtu te ne, atëherë është shumë obligim për çdo njëri prej neve në bazë të mundësive, në bazë të aftësive profesionale, çka me thirr të paktën çato që dim, se la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, besoj që krejt dim me i thirr njerëzit. Për diçka më tutje, pastaj u udhëzoni tek njerëz që janë më të ditur se ju, e ata të tjerët në fund, nëse ka nevojë për fetva apo diçka më të rëndësishme, qeni tek hoxhallarët. Allahu ka dhënë bereqet shumë vallahin, edhe na ka nderuar gjenerat pas gjenerat edhe po na nderon. Andaj vllazën në vende të tjera të Evropës perëndimore, brenda ditës numri nuk ka me 10 apo edhe me qindra që pranojnë Islamin. E pe kujt me pranojnë, pe gojës që aty në thellësve që po thrasin rrugën e Allahut te bareke ve taala, na boft Allahu neve edhe juve prej tyre. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft dhe me i thirr njerëzit në punë të mira dhe me i largu prej të këqijave. Allahu na lehtësoft edhe na mundsoft. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kjo pjesë e dytë nuk ka diçka ligjërata apo këshilla, përveç se është një kërkesë, edhe kjo është e fundit për këtë vit, se është xumaja e fundit, e pastaj vitin tjetër i kem para vetes edhe 52 xumat e tjera. E keni vrejt këta që janë të rregullt, po dhe ju qeni tash, veç për xhumat që xhamia tash është më e ngratë, sepse veç 6 vite po bën Ramazan që u lshu komplet xhamia, nuk ka pas ngrohje, e tash ngrohja është instaluar janë ble ato pompa termike, është bo se ka pas pak poshtë edhe lagështie, ku dinë pse se boll mirë është punuar krejt, po ndodhin këto gjëra, po ndodh edhe në një shtëpi me 100 metra katror, s'po ndodh në xhami 2120 metra katror. Janë bërë disa ndërhyrje, disa investime, disa rregullime, kush doni mirë sa ardhën. Jo këtë për një herë, po her pas here me ardh. Janë bërë disa gjëra të mira, e krejt këto vllazën e kanë pas një kosto, që na nuk e kemi paramenduar që kryhet kaq mirë, në fund ka mbetë edhe një shumë 5000 apo 5500 që kemi sot ditën e fundit me krye. Te ai që na i ka dhënë pompa termike, se edhe ka bërë zbritje të mjaftueshme, Allah ja shtoft atij bereqetin. Edhe juve, kështu që kontriboni, unë po shoh që ka edhe prej mërgatës, prej vllaznisë që kanë ardhur prej jashtit, këta që janë dërdhon sa shësher thojnë, na kur po vim s'po dim as ku me dhon, valla, veç me shku në për restorana me qi dreka darka. Jo, jepni në për xhamia, jepni jetimave, jepni fukarave, jepni studentave. I gjeni, veç kërkoni se i gjeni, po sot është kërkesa që të shumë do të me përmbyll. Inshallah, prej meje do të me fillu mas pari, normal, pastaj edhe xhamati, kush sa të mundet, është mundësia për me marrë shpërblimet se vapet, edhe të ke fundit kemi investuar në shtëpitë Zotit, sot jemi, nese nuk jemi, ju peshefni sa po vdesin, dikush po edhe kohët e fundit po vdesin 3 shumë.
Gjithmonë të rritë vdesin ma shumë se të vjetrit. Gjithmonë ky ligj i Zotit, qysh ka mundësi? Ka mundësi se të vjetrit janë pak, në popull të vjetrit janë 10%, 15%, ndërsa të rritë janë 80%. Normal që vdesin ma shumë të 10% se sa 10% ose 20%. Andaj, leni diçka mas vetës suaj, që dikush mi u qu juve dhe neve rahmet, me thonë Allahu i mshiroft, Allah i shpërbleft nëse janë të vdekun me mshiren e ti për kontributin që e kanë dhënë për këtë shtëpi të Zotit. Allah i dhash të mira, Allah ju nderoft edhe ju begatoft, ju dhash bereqet familjet tuaja, në pasurin tuaj, në vladet e juaj, edhe në diturin ilmin që ja u ka dhënë i lumi Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.